ne kemi eksperimentuar me 2 risi të reja që në fakt na dolën shumë suksesshme. E para është Kartolina e librit. Ne kemi vendosur 7 libra ikon të letërsisë për fëmijë, sigurisht autor të huaj dhe autor shqiptar, dhe duket se kjo ishte nga rubrikat më të pëlqyera për nxënësit dhe njëkohësisht është edhe debati. Debati të cilin ne në fakt ishim disi mosbesues në atë që do të realizonte, sepse ndonjëherë fëmijët ndoshta dalin edhe nga korniza e strukturës së debatit, por duket se ja ka arritur qëllimit për të zgjedhur edhe tema të cilat i interesojnë sot brezit të ri. Kemi debatues të mirë? Kemi debatues të mirë. Me kulturë shumë mbi të gjitha. Që dëgjojnë dhe pastaj thonë mendimin e tyre. Dhe në fakt, ky konkurs, në të gjitha rubrikat që ndërton, bën pikërisht këtë, edukon nxënësin me mënyrën se si duhet të analizoj, të mendoj kritikisht, të zgjidh një problem, po edhe në momentin kur prezanton se ka edhe projekte, që në fakt është një rubrikë e cila vjen për vitin për herë të 4, projekti në fakt është shumë interesant, sepse ata kanë vënë re një problematik brenda klasës së tyre, brenda shkollës së tyre, dhe me idetë e tyre ata përpiqen që ta zgjidhin përmes atij projekti të vogël që përpiqen që t'japin. Kështu që çdo vit konkursi i Gjuhës Shqipe ka ardhur me risi, po ne shpresojmë që edhe nesër kur të transmetohet nga publiku të pëlqejet këto 2 rubrika. Dhe nëse në këtë vit ne kishim vetëm 7 libra, vitin që vjen, kjo rubrik do të pasurohet edhe më shumë dhe indirekt bëjmë edhe dëshirën për të lexuar, po edhe për të kuptuar më shumë, qoftë nga letërsia shqiptare edhe nga letërsia